Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi në këndin e të ftuarit. Ditët e fundit i gjithë vendi, thuaj se i gjithë vendi është përfshirë nga moti i keq, për pasoj natyrisht prezent kanë qenë përmbytjet. Do të flasim në studio me zotin Sazan Guri, inxhinier, geolog, por edhe ambientalist për situatën që kalon vendi. Përshëndetje zoti Guri. Përshëndetje, të nga tjetër. Zoti Guri, ajo çfarë habit, në fakt duhet në habit se sot nuk habit më asgjë, është fakti që në vendet funksionale përmbytjet nuk trajtohen si show, si spektakël mediatik, por si çështje e rëndësishme menaxhimit i riskut, parandalimi e tjerë. Çfarë ndodh me vendin tonë? Çështje të tilla trajtohen më shumë si një show mediatik se sa një problematik reale që kalon vendi. Këtë drejtë, është e habitshme, sepse për pak ose për disa orë qirash, ti ke një përmbytje që nuk e ke pasur në 10 vjeçarët e mëparshëm. Që do të thotë që diçka nuk funksionon nga pikpamja njerëzore. Unë e kam thënë shpeshherë që nuk janë më këto fatkeqësi natyrore. Për aq kohë sa klasa inxhinierike, geologjia, meteorologjia e njohin këtë situatë me këtë dëmësi, me këtë perspektim të rreshjeve. Dhe fakti që me disa orë pardije Durrësi, apo me disa orë në verë Vlora, dhe me 2 ditë deri tani, se janë dhe 4 ditë tjera Shira, edhe 3 ditë tjera, dhe ti e rrezikon vendin me 7-8 qarqe, të gjitha fushës të përmbytur, do të thotë që diçka nuk shkon nga pikpamja vendimarrjes, nga pikpamja njerëzore, nga pikpamja inxhinierike. Le të them një tërmet inxhinierike që pavarësisht se kryetari i Bashkisë Durrësit dije tha që janë të 2 hidrovorët në fund. Ndërkohë që pardijet, të paktën kjo është e sigurt, asnjë nga hidrovorët të Durrës nuk punonte, nuk funksiononte. Njëri i vjetri i duhej që të merrte ujërat e ndotura që vinin nga kanalet me plera, i ishte në një port të ri në Porto Romano që ka zonë frymën, që nuk e ishte dot. Edhe nuk punonte ky hidrovor. Dhe hidrovori i ri, 20 milion euro, ky është në disnivel, është më lart se sa uji. Dhe se si është llogaritur kjo nga pikpamja se çka inxhinierësh janë këta aty, këtë se kuptoj dot. Se inxhiniera jemi edhe ne, po të kemi bërë gafa të tilla që kemi projektuar fushë 4000 metra ose 6000 metra, këtu nuk e vendoj dot. Që janë inxhiniera apo janë këta tipa babatase. Se mund të jetë babatase, mund të ketë titull inxhinier, por mund të jetë babatase. Pra në të kuptim është që vendimarrja politike që ju e quani me të drejtë një show, unë nuk shoh një ekip ndërministerial, nuk shoh një ekip presidencial që të merret me këtë siguri kombëtare, që të thuash që me të drejtë kolegët tanë, i gjeumi, ose geoshkenca, ose shërbimi gjeologjik të paralajmëron inxhinieria gjeologjike që rrezikohen 10 qarqe dhe presidenti mos mbledhi sigurinë kombëtare, ku njerëzit me mjekër, inxhiniera, që një takova tani, një i cili ka përpiluar zoti inxhinier profesor Zaqe, ka përpiluar hartat e rreziqeve gjeologjike, hidrogjeologjike, që nuk ka një zyrë, një institucion të ketë të harta mbrapa korrizit që ta ndihmojnë në ditë vështira. Pra, për mua është më shumë show, siç e thatë juve, se sa një situatë ku qeveria të interesohet për ta menaxhuar situatën. Nuk ka për mua. Dhe çfarë tjetër habit dhe do doja ti më shoja, zoti Guri, në diskursin qoftë institucional, ai që ka qenë, ai anemik i vakët, edhe nuk guxoj shumë nëse them edhe i papërgjegjshëm shpeshherë, edhe arrogant do të shtoja,
kujdesen shumë të mos bëjnë pyetje kush lejoj ndërtimin në zonat të ullëta, rrjetet e kanalizimeve të mbushura, të pamirëmbajtura, të projektuara për një realitet urban, klimatik, që nuk ekziston më, hidrovore, kanale kulluese, kolektor që nuk trajtohen me seriozitet, ndërkohë del kryeministri dhe thot janë mbetjet plastike, ato që i kanë shkaktuar katastrofa të tilla. Dhe më lejo që të mos ju ndërpres në vazhdim, edhe nëse kemi të bëjmë me katastrofa natyrore apo gjendje emergjencës, pse nuk shpallet zyrtarisht gjendja e emergjencës kombëtare për të shmangur dëmshpërblimet? Çfarë ndodh, Guri? Shiko, juve e thatë shumë mirë vetë. Dhe mua më vjen, nga njëra anë më vjen mirë që qenë një qytë përbashkët me gazetarinë, jo vetëm ju, po edhe me shumë të tjerë. Dhe është e shqyrtishme që klasa politike as nuk të fton, as nuk të pyet, por me nder, e thash atë fjalë. Pra, edhe me të vërtetë di këtë fjalë tuaja, që këtë dita që shtua këtë problematik, janë çështje me të vërtetë që një kryeministër në vend se të merret me zgjidhjen, me përgjegjësinë që duhet mbante. Çfarë? Me 2 hidrovorë që nuk punonin dur, me kanale që nuk janë sistemuar kur as 35 vjet, po sidomos për 13 vjet, prandaj ky mori një mish plaka për të bërë atë që s'kem bërë të tjerën përpara. Tjetër, ky është 13-14 vjet sot. Çka ka bërë ky më? A të tregoj një kanal që është pastruar, të tregoj një shtrat kanali që është mbushur. Jo të një shtrat kanali më i ngritur, më i mbushur. Do të thotë që qoftë dikur shqirat duhet donin 10 ditë që të bëni përmbytje, sot duan 5 ditë, duan dhe 5 orë. Sepse kanali ka rritur volumin me mbetje, jo mbetje plastike vetëm, po me mbetje me dhera, që nuk është pastruar kur, shtrati lumit që duhet i merret inerte lumit. Kush ta duhet i merret lumit? Atëherë ky lum, që për shembull Berati ose Sumi, që njoh shumë mirë, formoi një bankinë aq të madhe që kur nuk u pastrua, kur nuk u fut në rrjedhën e lumit, dhe kur vjen një shi 5 orë, ky volum që është dhënë nga bankina me dhera, e bën që uji të dalin nga shtrati. E njëjta gjë është për kanalet, për lumentet e tjerë, për përmbytjen që ndodh. Ku është ky kryeministër që si përfaqen prijore e ka çuar në minimumin e vet? Edhe më para, më keq akoma. As duhet të mbroj çka ka qenë para 2013. Por di të them se Shqipëria nga një sipërfaqe e madhe prijore me bimësi të larta, që do thithë me mira miliona ton ujë, që nuk do vinte për 5 minuta në rrjedhën lumore, po do vinte për 2 ditë, pas 5 ditësh. Tjetër, është ky kryeministër, apo kudo qoftë politikanë në Shqipëri, që sipërfaqet e trotuarave sot ja kalojnë sipërfaqeve të mbjella. Se çdo do të sipërfaqe e mbjellë, qoftë bujësore, qoftë bimësie ullët që t'jetë zëndin, qoftë mas e madhe pyjore, pjullilar. Do të thotë që do mbaj këtë ujë pra që bie, kryshki që bie për 5 orë, për 2 ditë e mban. Dhe e jep në mënyrë graduale, nga pak ditën vazhdim. Atëherë, nëse ti ke zënë si hapësirën kënetore me ndërtim, nëse ti ke zënë kudo trotuare, që nuk e lën vend për ta toka ta thiti shiun, nuk e lën vend që bimësia e mbjell tok bukë, tok bujësore të thiti shiun, do të thotë që ky shi 5 herë më pak se sa një shi tjetër i zakonshëm, ky do shkojë i gjithë të përmbytje, do shkojë në kanale, që kanalet janë të mbushura me inerte, dhe kryeministri merr forcën të tallet, që me që s'ma akuzojnë e tjera, po ndërkohë, edhe në Malëzim,
qytetarët e njerë një qëndrim bajnë ndaj qeverisë vetë, që i përmbyten ato pak qyteza fushore. Ndërkohë, e krahason me fatkeqësinë natyrore që është një dëbor në Francë, një dëbor në Hollandë, një dëbor në Austri, është tjetër gjë dëbor. Është tjetër gjë. Dhe ky kërkon të justifikojë vetëm me fatkeqësinë, duke e thënë fatkeqësinë natyrore, do të thotë që ne, qytetarët, taksa pagues, duhet të pagojmë. Ndërkohë që është fatkeqësi njerëzore. Fonda fatkeqësi njerëzore është fatkeqësi politike. E gjeta tem. Është fatkeqësi politike. Pra, atëre, çdo do kur ti e ndan fajin fatkeqësi natyrore, do të thotë që kryeministri s'ka përgjegjësi. Kryetari i bashkisë nuk ka përgjegjësi. Kryetari i ministrisë administrative s'ka përgjegjësi. Edhe ne, qytetarët, duhet pagojmë të fatkeqësi natyrore, që ata që dëmtojnë. Ndërkohë, në qoftë se kryeministri do të paguajë, apo kryetari i bashkisë do të paguajë për ato dy hidrovore të bllokuara, atëherë nuk vjen fjala që ai nesër pas nesër të mos marrë përgjegjësi pra. Nuk vjen kjo. Por duke paguar ne taksa paguesit, ai e ka të lehtë fatkeqësia, fajin e ka Zoti, fajin e ka Zoti më, fajin e ka natyra më bujë. Po ndërkohë që këtu ka klasë inxhinierike, ka hidroteknik, ka hidrogeolog, ka geolog, ka inxhiniera pa punë, që këta nuk i kanë në përbërje të grupeve të tyre, nuk i kanë këta, se këta kanë militantë, këta kanë patronazhistë në komisionet e tyre. Prandaj dhe ndodh kjo gjëje, prandaj dhe Italia. Zoti Guri, nëse ti s'merr përgjegjësi, do të thotë që ti do ta përsëritësh prapë. I vëlle një emër fatkeqësi natyrore, edhe është rregull. Kjo është e patolerueshme, mojësojna gazetare që unë me ju kuptojmë, dhe me klasën politike fare as merren vesh, edhe ndoshta më duan, po më duan të pjekur që ky profesori këtë shumë. Unë flas sa herë që Adeu ka dhimbje. Do flasi, s'ka bunënë të ndaloj goren di, për shkakun se di, se gudoj, se përfaqësoj një klasë inxhinierike që janë me 10 atë të tjerë që ditë i bashkojnë ta zero dhe t'ja bie të gatë kryebashkiakut, apo kryeministrit, apo komisioneve të emergjencës. Që për mua është situatë fatkeqësi njerëzore. Apo fatkeqësi politike, siç e thatë pak më parë. Pardoni, po. Zoti Guri, po lexoja pak më parë një kolegun tuaj dhe ai shkrua ndër të tjera se sipas tij nevojiten vetëm 60 minuta për të llogaritur prurjet e pritshme të rreshjeve të shirave rrebeshe me intensitete të ndryshme, thotë. Edhe konkretisht thot në zonat urbane të qytetit Tiranë, Durrës e tjerë. Tani, një qeverisje e tillë, kur në verë digjemi, në dimër përmbytemi, ku askush nuk bën llogaridhënien, askush nuk flet për protokollet e reagimit institucional, askush nuk flet për analiza teknike, ose flasin gjithmonë pas katastrofës, qytetarë që nuk reagojnë, zoti Guri, edhe kjo është një tjetër katastrofë njerëzore e jona, që ende nuk reagojmë. Si shkon kjo punë, Guri? Sepse për 13 vjet, 14 vjet, ishte si ishte koha 2005-2013, apo 97-2005, shoqëria civile ndjehesh, shoqata flisnin, individat caktuara flisnin, ky i vrau nervin, i vrau shpresën, ky i friksoi, dhe sot është problem që ai afara, qoftë inxhinier, qoftë qytetar. Sepse thot ai, unë kam pat gjyshin komunist. Sepse unë kam besën dhe çupën e kam në qeveri. Nuk duhet plas. Dhe unë thot ai, jam ante para dhe unë jam i Partisë Socialiste. Nuk kam plas. Ndërkohë që pësimi i merr të gjithë rrallë, si ata të djathtë edhe të majtë. Po ti isha unë një popull pa klasë inxhinierike, dakord, s'ka njerëz të ditur. Po ndërkohë që ka dhe ti nuk i pyet. Sa bukur ta ka thënë ai kolegu im, për 60 minuta. Ndërkohë të lutem, i trovori Turqit, po të punoj ti,
këtë sasi, a ne ka thënë ai, këtë sasi normale e drenon, e kullon për 1 orë, a ne ka thënë 60 minuta ai. Ndërsa një përmbytje, një shitje zakonshëm e drenon për 120 për 2 orë. Kjo është ideja që unë e kam marrë duke konsultuar me inxhinier të teknikë të dushit. Edhe një përmbytje gjigante, ose një shi gjigant, ku bie në cats and dogs, janë mase, ose kur thoshte në naime rrudh qielli, rrudh i qiellit, pra. Ajo e menaxhon për 2 orë. Një provori një vjetër i dushit. Ndërkohë, një shi normal që ky e menaxhon për 1 orë. Ndërkohë që ky punoi, ndërkohë që del kryetari i bashkisë në Gjilen, edhe thotë që punoi të 2 trovorë, ku një trovor nuk ka mundësi të punoj se është disnivel, është më lart. Atëherë këtë besojmë. Si të këta, duke mos pranuar gabimin, o zonja gazetare të dashur, ta do gabojnë prapë, nuk gabon zoti natyrën. Nuk gabon kur zoti, ai shiu është bereqet. E ti ma këtë mua shiu në fatkeqësi, po kjo është tupë matë. Sepse, që bëndi? Kur vaun e Dejes edhe Komani e lëshuan ti, ata e dini shumë mirë nga i gjeumi, nga kolegët e një inxhinier, që i falenderoj ata njerëz. E dini shumë mirë që për 3-4 ditë do vinë shkira të mëdhenj. Ai nuk e lëshoi 3-4 ditë para vaun e Dejes në mënyrë graduale, edhe Komani. Që se donte të histe ti. Sepse kur shet vjet dhe e mbajti deri në momenti që rashiu bardhie, normal që nën Shkodra, nuk e di po më merr dikush, nën Shkodra vuan edhe shirat e ditës. Po, jemi ndërkohë me Sazangurin, zonja dhe zotrin, po flasim për situatën e përmbytjeve në vend, ndërkohë regjia në ndihmon edhe me pamjet përplotësuese. Po, inxhinier. Po, edhe njerë pra, këta vaun e Dejes e lëshuan ditën që dolli shiu. Ndërkohë që paralajmërimin e kishin që të uruarit. Po, e rregullojmë, s'ka problem, inxhinier. Jemi në transmetim të drejt për drejt, janë gjëra që ndodhin, po flasim për përmbytjet zonja dhe zotrinj. Inxhinier Guri po na argumenton se nuk janë fatkeqësi natyrore, por një dështim i politikave publike. Dhe jemi përpjekur gjatë gjithë kohës që fokusin e bisedës tonë ta mbajmë tek shkaqet strukturore, planifikimi territorial, infrastruktura, mirëmbajtja, standardet e ndërtimit, standardet e munguara në këtë rast. Po, inxhinier. Me ljotë të diçka, në kohën romake, më lorën ka, kishte ose kishte 4 kapilar që merrnin ujë në Durrës. Me këtë banor ka qenë, me këtë numër, 60.000 banor ka qenë kohën romake. E merrnin ujë në Durrës edhe hitin direkt me 4 kapilar të mëdhenj, kanale të mëdhenj që çonin det. Edhe mos thjesht ti sot, pas 2000 vjetësh, me këto shkenca, me këto inxhinieria, mos thjesht ti në nivelin e kohës romake. Në kohën e Skënderbeut, çdo qytet kishte akuadukte, që nuk ndodhte të mbytesh e kur. Dhe para 50 vjetësh, 30 vjetësh, 20 vjetësh, mund të mbyteshe si në 1962 me 30 ditë rreshje, ferati nga avion, që erdhi Osumi. Po të mbytesh, jo me 5 ditë po se po që mbytesh, po të mbytesh me 5 orë, tregon të tu diçka nuk shkon ti pra. Prandaj e ngul kem që nuk është kushtësi natyrore, se natyra është një muaj rresht, është një që ndodh njërën 100 vjetë, njërën 80 vjetë. Sa tu të ndodh gjo vitë, tu të ndodhin në verë. Sepse ujrat, kanalet tona në Tiranë, në Vlorë, kudo, kanë edhe urat e zeza të 1 milion banorëve të Tiranës, po kanë dhe urat e bardha në një kanal, më di. Dhe prandaj pusetat në Tiranë vinera di. Sepse uj ku kalon shiu, ke edhe aromën e gazave që dalin nga puseta.
Kush i beri këto? I beri ai që ishte kryebashkiak 20 vjet përpara. Kto është primar. Edhe ky model u ndoj kudo, u ndoj në Berat, u ndoj në Durrës. Është ky model pra. Është turshme, është rrimshme. Kjo që ta mendosh, ti ka mundësi. Prandaj, në këto kushte, do thoshja që duhet që të mendosh jo ditën që ndodh përmbytja qiu, po këto janë në zonat ndër përmbytje, që janë kohët e qeta, ti vedon mendon, mbledh inxhinierët më të mirë, mbledh hidroteknikët më të mirë, gjeologët më të mirë. Sepse thot George Bushi, gjeologjia më mëson thot ai, se si të parashikoj një rrezik, se si të zgjidh atë rrezik, edhe se si të shtoj miliona jetë njerëz. Thot George Bush, i riu, ai e ka thënë që gjeologjia më mëson. Po kryeministri jon i ka thënë drejtori i shërbimit gjeologjik, jo me thënë shërbim gjeologjik, 7 vjet përpara. Ka qenë zoti Viktor Dota. Jo me thënë shërbim gjeologjik, i ka thënë ai. Po e kupton çka kushte është apo jo? Qytetarët e kuptojnë, inxhinier, në çfarë kushtesh ndodhemi, se nga njëra anë administrata është e tejfryrë. Pra, qytetarët shqiptar paguajnë sot një administratë të tejfryrë, madje ja kalojmë edhe vendeve perëndimore, sa i takon numrit të punonjësve të administratës publike. Dhe nga ana tjetër, shërbimet që ata marrin nuk janë më cilësore dhe më të mira siç duhet kishin qenë. Bravo, eksakt. Pra, edhe njërë, neve pagojmë, neve ke taksë e ujit, ti ke një taksë tjetër që janë urat e zeza, por të trajtuar. Ndërkohë që ato nuk trajtojnë kur. Te taksë e ujit, ke një taksë për mbetje. Ndërkohë që mbetet nuk trajtojnë kur. Te taksë e ujit, ke taksë për ujë të pishëm. Që ti nuk e përdorë ujën e pishëm të qesë në zespim, vetëm për dolar, nuk e përdorë për të pirë pra. Pra, shikoni që alloj dhjeljes. Në tre taksat, këtë taksën e radio-televizionit, që ne pagojmë televizione, se si ata të na mashtrojnë net. Të gjitha televizionet me përshtim të juve, që po guxoni pra. Ju mund të jeni ndër të paktit televizion, edhe ti personalisht, je ndër të paktat, që jo vetëm ti të pyesësh, po ditë datësh edhe me një qëndrim kritik qytetar apo edhe jo kundër qeverisë, po ndaj qeverisë. S'ka marrë njëri tjetër mua, vetëm në televizion dje për dje, edhe ka edhe me kujdes profesor Guri, me kujdes e gjuna qeveria, gjuna janë ato qindra mira familje që kanë 3 net e 2 ditë që e kanë banesën e tyre në ujë. Inxhinier, pyetja e fundit, të lutem, reagimi i Ramës, në vend që të flasë t'jap llogari, çfarë ka bërë këto 13 vite, se duket sikur është ende dhëndër i ri, në fakt ka 13 vite në pushtet, dhe në vend që të bëj llogaridhënie ndaj qytetarëve dhe t'u jetë atyre në krah duke ju premtuar edhe dëm shpërblim, siç ndodh në vende të tjera, thot vetëm këtu ndodh që akuzohet qeveria, thot që opozita akuzon qeverinë për situatën. Po mirë, kujt tjetër duhet i adresohen qytetarët, po qoftë edhe opozita në raste të tilla? Po mirë, unë jam opozitë, unë jam Parti Demokratik, unë jam qytetar i thjeshtë. Lem do inxhinier, profesor, po i lem. Unë po flas të ty një qytetar me dije inxhinierike. Atëherë unë çfarë jam, opozitë? Po të them që e gabim, zoti kryeminist. Bile juaj, po të njëjtin gjë, zonjë gazetare dashur, kam thënë në 2012, kur Berisha do sillte këshilltarët e Berlusconit për ndotjen për mbytjen e Shkodrës. Të njëjtat gjëra kam thënë. Dhe këta se kam thënë pra, nuk kam bëj unë me Ramën apo me Berishën, kam bëj me politikat e tyre, që janë politika sa djallëzore, sa për ta zbërë këtë vend, sa për ta shpopulluar këtë vend, sa për ta acarruar këtë popull, që nuk acarohet në fakt. Ai e di shumë që s'ka për të lënë kur atë dëm që është bërë një familje apo një individ. S'ka për ta proballuar kur.
Se dëmi, a i mund pagoj një dëm 10% asaj që është për dëm, po s'pagoj do të dëmin moral. Dëmin, sepse kërcënimi, edhe njerë, katastrofat, rreziku më të madh, thonë librat e katastrofave, e kanë te konflikti pas katastrofës. Te ajo që ndodh në psikologjinë e njeriu mbas katastrofës. Nuk është tërmeti, po më shumë vret ajo që është mbas tërmetit. Nuk është përmbytja, po ajo që ndodh ke njeriu mbas përmbytjes. Ajo është e rrezikshme. Që ai nuk e kompenson dot të jep. Ai do japi bie fjala ça divane, ça karige, po s'u japi dot ai që u vrasi frikën atyre fëmijëve nga ajo që i ndodh. Pra, kjo është përgjegjësia e qytetarëve. Për më tepër që zonat e përmbytura... Hajde ju profesora, hajde ju inxhiniera, si mund të dalim nga kjo gjendje një, dhe deri në momentin që vjen një përmbytje tjetër, ne duhet të kemi marrë këto masa 1, 2, 3, 10, që janë 10 masa për të marrë ai. Kjo është qeverisja. Prandaj thotë good governance, qeverisja e mirë. Atëherë vazhdo qeverisja klientele, vazhdo me ta. Kuj ka këta oligarkët ai që bën pallate? Më thojti mua, edhe unë po ta mbyll, më thojti mua një vepër publike në interes të publikut, të komunitetit. Po janë të gjitha pallatet. Të gjitha pallatet si fiton një person. Mund të jetë një vepër si fiton një oligark. Qoftë ai strategjik, qoftë ai ama që nuk e vepra publike më. Tuneli në Llogarak nuk është vepër publike më. Është i shërbeu 2, 3, 4 kompanive. Shumë mirë ishte rruga, sepse kam prioritetet të tjera më të rrenda, më përpara se tuneli Llogarak. E kam një rrugë atje, kam edhe një rrugë bukur për Llogaraja. Ai nxori jashtë loja atë. Që ishte vendi piktoresk më i bukur, ndoshta edhe në Europë edhe në botë. Nxori jashtë loja. Edhe me një kosto 7 herë më shumë se normalja. Që nuk më duash të bujë. Nuk më duash rruga e qap Ploçës, nuk më duash. Sepse mund të zgjeroja rrugën që nuk është funksionale për më tepër. Kur të kisha si Zvicra, do ta bëja rrugën e Ploçës. Nuk sa ti ke vepra publike më. Për të bërë, edhe Pierin, edhe Florën, edhe Narsën, ke vepra publike për të bërë. Për trajtuar mbetët, për trajtuar ujrat, për t'i dhënë ujë të pastë qytetarëve, për t'i dhënë lantillde edhe jo tampa hedhje mbetjes, edhe pastaj ja kujton qytetarët që jetë mbetët. Po ku ke modelin? Bëj mua modelin qeveritar ti, se unë shqiptari, si që e mbetjen në Gjermani, unë e kam sisteme, kam në mendë, dita jetë edhe në Shqipëri, po ma krijove kushtin. Edhe për ato mbetjet kanë paguar në fakt qytetarët, për ata inceneratorët që ende nuk e dim se ku janë. Zoti Guri, duke ju falenderuar shumë për bisedën së bashku, ju falenderojmë, ju përshëndesim.